Musliman ka dalë po I vjen funi hanës të Ramadan, më thënë po kryet muaj Ramadan, e është një obligim që muslimant duhet me kry para se me u fal bajrami. Ajo është pastrimi I agjerimit. E kena përmend shumë shpesh o musliman që nëse një diçka në din e len mangit, nuk e plotson një diçka në fe, mundësia jote për me të nxjerrë për situatës është agjerimi. Për shembull, nëse në haxh nuk mundesh me gjetë një kurban me pre, atëherë duhet me agjeru. Allah na rujt nëse e vran një musliman pa hiri, atëherë duhet me kry do obligime, po nëse s'u kryen ato obligime, duhet me agjeru. Mundësia e fundit jetë agjerimi. Pse pe përmeni këta? Pe përmeni për me ardhe qëto. Çka me ba nëse gjatë agjerimit kem mangësi? Në agjerimin ton, bajmë vepra cilat na e zbehin agjerimin ton. Me çka mujna me pastru agjerimin ton? Është dhe një diçka musliman. Dhanja ushqimit. Dhanja ushqimit e pastron agjerimin. Edhe njëherë, pe këtë gjanall e shen Kur'an, agjerimi vjen si mundësi e fundit. S'ke mujt me bëkta, s'ke mujt me bëkta, agjera. S'ke mujt me bëkta, agjera. S'ke mujt me bëkta, agjera. Agjerimin, nëse në agjerim len mangësi, atë në mundësia e fundit e jotja, edhe jamja, edhe njerëzve muslimanve, jetë me dhënë ushqim, me ushqyt varfrit. E kjo është që në Islam e ka emrin zakatul fitr, zakati I fitrit ose sadaqatul fitr që shenjohen njerëzit në ditën e sotut. Po foli shumë shkurt dhe po mënona shumë me kanë qartë me musliman për shkak se është një temë që zakonisht kanë pyetje shumë musliman. Kush do të më dhanë sadaqatul fitr? Cilë për njerëzve? Kushti është me kanë musliman. Musliman. Edhe me pas me hangar 24 orë, me pas me hangar edhe me pi 24 orë, nëse ki, atëre duhet me dhanë sadaqatul fitr. Do me thonë krejt njerëzit, fëmijët, gratë, krejt. Krejt do të me dhanë sadaqatul fitr. Krejt e kanë obligim me dhanë sadaqatul fitr. Muslimant, me kusht, me kanë musliman edhe me pas me hangar. Kjo është kusht, në qofë se ki me hangar 24 orë, edhe je musliman do të me dhanë sadaqatul fitr. O kuptu kush? Pyetja, kujna mja dhanë sadaqatul fitr? Mja dhanë fukarave edhe miskinëve, fukarat. Po në qofë se e zgjeron edhe ma shumë ata që punojnë për hir të Allahut, dikujna mja zbut zemrën me afru në Islam. Është dikush që e ke po, kur ti një maj shpak e kryon një imazh më të mirë për Islam. Banë edhe këtyne, ama fukarat edhe miskin, dhe ma atë që janë fukarat, taman fukarat që thojmë na, miskin, gjinoha. Këtyne do të mjë dhanë sadaqatul fitr. Pyetja, a ban mjë dhanë të varfëve, do me thonë vllaut, migjes, dajes, tezës, a ban mjë dhanë sadaqatul fitr? Ban, me kusht, me kanë fukara. Në shqiptarë thëmë qysh vllaut, qysh dajes, qysh migjes, migjen e kam obligim me këshyr. Kjo është e jona musliman. Ban mjë dhanë. Ban me dhënë, me kush? Qaj me kanë fukara. Në qofë së është fukara, ja jep, ka njëherë është edhe ma mirë, që shka thonë Rasuli a.s. Edhe është sadaka, edhe është sile, edhe është lidhje farifisnore, ja jep migjes, dajes, tezës, është ma mirë, ka njëherë, për shka këse një ma mirë, edhe e krijon atë lidhje në farifisnore. Sa do të me dhanë, edhe qka do të me dhanë? Do të me dhanë ushqim më musliman. Thamë edhe njëherë, agjerimin e pastron veç ushqimi. Allahu e din pse ushqim. Ushqim do të me dhanë. Qka ushqim? Ushqim. Ka arë në hadith I hapër. Ushqim. Qka ushqim? Ushqim. A se kupton? Ushqim. Do me thanë pasol, oriz, kumpira, ushqim, mil. Kjo është ushqim. Do me thanë, mësë ba me asë si audit me tjerë që shtojmë shumë. Ushqim. Ato qka hanë të jetë dhe fukaras. Ushqim. Sa? 4 par grushta qështu. 4 par grushta. Mos filozofo grushtat e mdha e grushtat e vogël. Qas që sa ti ka dhonë Allah e grushtat, I mush 4 par grushta për person. 4 par grushta për person, po thojnë I mush mil, edhe I qet. 4 par grushta. Kur ti mush, I qet, e kryte për një person, për në Ramadanin komplet. Personit tjetër, 4 par grushta. Kaq është sadaqatul fitr. Nëse I mbledh krejt, po thojna me mill, nëse shumica e familjeve kur të mbledhin krejt,
e shohin po vjet shumë pak, po I bjen 10 kg mill, 15 kg mill. 15 kg mill kur të blesh pak pare, a unë muj me dhon hala, jep sa dush. Allah të shtof sa t'jepsh. Ama këta ki obligim. Këta ki obligim. Jep e këta, tani nëse do me shtu, shtaj sa dush. Ama do të me shku harq të fukaraja. Ushqim do të me shku të fukaraja. Alhamdulillah sot ka mundësi. Për shembull, nëse ti pe demelis tane, pritan me ble harq, mund shme thonë dikujna, ble Allahun për mua. Mund shme thonë edhe atina në shqitore, që ka dyqanin në mahal, I thu, a njeni fukara këtu në mahal, thot po. I thu, unë po t'i japi paret kur vjen, ose e thirëm atë fukaran edhe e djeni merë harq. Kur që s'ka t'hi që edhe jalen 3 euro, ose 5 euro, që ka ardha I ka marë për shkak se ti kjo obligim ja qu. Që kaq, e thjesht është, nëse s'dën, atëri lindin problemet. Kjo është ajo që do të më dhanë. Kur do të më dhanë? Do të më dhanë para se më falë bajramin musliman. Mas mirë është për 2-3 ditë para se më kry Ramadan. Do të më dhanë sadakatul fitr. E kjo obligim. E kanë obligim muslimant. Kjo është që po besoj që ju kryjnë punë muslimanve, edhe po besoj që kjo është shumë I qartë. Dikush thot unë kom një I ban me dhanë pasuni. Unë për fund po thamë musliman. 9 vjet Rasulullah, 9 vite Rasulullah e ka dhanë sadakatul fitr. 9 vite e ka dhanë ushqim. Ka pas pare, ka pas pasuri, ka mujt me dhanë pare, e ka dhanë ushqim. Shoki Rasulit alayhi salam I fundit që ka vdek I është dikon 90 vjet mas Rasulit alayhi salam, 90 dhe 100 vjet mas Rasulit. Kë nuk njeh kur kanë që ka dhënë sadakatul fitr pasuri. To si ti mundesh me thonë çka dush, që ka është dipe dini ta amone, që ta moj me ta kazu. Ajo tjetra ajo s'është e amja. Ajo nuk është e amja, unë di me të kazu që akum lexu pe dinit, edhe që ka thonë Rasulullah alayhi salam, spaki komo monu me të kazu që ka thonë Rasulullah, edhe që ka urdhëruar Allahu azza wa jalla. Kjo është e amja. Allah na letësoft, e na nimoft, është shumë punë e vogël o musliman. Kaneri duket muslimanëve shumë të bëkur gja. Pe blej do mill, edhe pe aqë një thes mill kur gja. Edhe pse musliman se na kanë mlut mirat, ne aqë dikon një thes mill, na duket kur gja. Mos harro që baba jot, edhe babgjyshat tonë, edhe baba tonë, kokrat e grunit I kanë mbledhur në tokë. Kokrat e grunit I kanë mbledhur në tokë. Kallamoqat e kalt, misrin e kalt që u kall, gjysën, ju ka kall gjysën ja kanë hek kokrat, edhe kanë blu për me ba mill. Atina me ja paqu një thes mill, e kështë pa që ka do me thonë një thes mill. Ama neve na kanë blut mirat dhe na do këtë që së është kur gja një thes mill. Një thes mill, kur të vjen një thes mill, është mirë me falendëru Allahun që të ka arë një thes mill. Elusëm Allahun azujal, me na po prej muslimanëve të mirë, elusëm Allahun azujal me na falat ku gabojmë, Lusëm Allahun azza wa jalla na bëj muslimanëve që e dojmë gjithmonë hajrin, punojmë për hajrin, mundohemi me një munjazë sa Allahu azza wa jalla na lehtëson me lejen e tij. Lusëm Allahun azza wa jalla na dhon fuqi, edhe me na dhon mendime të mira me një munjazë